do ta nisi me një deklarat të Këshillit të Sigurisë Ruse, e cila me pak fjalë paralajmëron se këto negociata që po bëhen aktualisht fshehin një prapasken të një sulmi, dhe kjo nuk është hera e parë që ndodhën. Shtetet Bashkuara të Amerikës në raport me Iranin, domthonë në kohë negociatash kanë sulmuar në të gjitha rastet, por gjithsesi kur vjen nga Rusia ky lajm duhet marrë seriozisht në kuptimin që sa i mundur është ky skenar. Po, besoj që asnjë gjë të re nuk ka në këtë deklaratë të Këshillit të Sigurisë Rusisë. Shtetet Bashkuara të Amerikës edhe pas luftës së parë, 4 ditore, deklaronin që situata u rregullua, u qetësua etj dhe pastaj sulmuan sërish. Lajmet paralele bëjnë të ditur që forcat të reja, të marinësve amerikan po afrohen drejt Xhirit Persik, edhe kjo nuk është një vetëm për të ushtruar presion në tryezën e bisedimeve, por gjithsesi të paktën i paralajmëruari është, le të themi, i fituari. Këshilli i Sigurisë ka informata nga kanalet e veta sigurisht, por dhe nga logjika e curisë së ngjarjeve në rajon bën të mendosh që një luftë e tretë tashmë vijuese është e mundur, pasi gjithsesi qëllimet për çfarë deklaroi përveç heqjes kupolës të ajetollahëve, ky operacion izraelito-amerikan nuk ja ka arritur. Uraniumi vazhdon të jetë në vend, një pjesë e arsenalit është akoma i disponueshëm për Iranin. Sigurisht që pjesa më e madhe, le të themi, raketave dhe e municioneve është azgjësuar, por sa është azgjësuar dhe më saktë sa ka mbetur, askush nuk e di përveç iranianëve. Prandaj Irani tashmë dhe me një zell dhe vrull akoma më të madh do të vazhdojë dhe do të zvijojë ka shumë të ngjarë për prodhimin e bombës bërthamore, për pasurimin e mëtejshëm të uraniumit. Nga ana tjetër, le të themi, zëdhënësi i Kremlinit Dmitri Peskov deklaroi dje që Rusia, ato që kemi thënë edhe neve në emision më parshëm, që Rusia i kishte ofruar Iranit që uraniumi i pasuruar të kalonte në Rusi, por amerikanët kanë refuzuar këtë gjë. Ka të ngjarë që edhe iranianët, por në këtë, speechin e vet, Peskovi tha që amerikanët refuzuan këtë zgjidhje. Ndërkohë, ajo që po ndodh në Hormuz tashmë e ka tejkaluar Iranin. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë vendosur një blokadë e cila në një farë mënyrë bllokon të gjitha kalimet aty, duke u futur në një ekuacion të ligjeve ndërkombëtare që pengojnë apo të cënojnë lëvizshmërinë nëpër ujërat territoriale. Pra, duket sikur po dalin zbuluar, le të themi, Shtetet e Bashkuara të Amerikës në raport me kush është dhe kush qëndron pas. Duket sikur Hormuzi është thjesht një simptom, sepse sëmundja e vërtet është dalja e Kinës dhe Rusisë si dy fuqi që po e sfidojnë rendin ndërkombëtar. Për këtë, Lavrov ka bërë një vizitë dje në Kinë, si e vlerëson këtë moment, sepse jemi në pikën që thash Irani është shumë i vogël në raport me forcat që tashmë po dalin sipërfaqe nga vendimi që ka marrë presidenti Trump, që është bllokimi i ngushëllisë së Hormuzit. Deklaratat kanë qenë të zakonshme për sa i përket vizitës ministrit të jashtëm Sergej Lavrov në Pekin. Mirë po, sigurisht që pesha e Rusisë në marrëdhëniet me Kinën është ajo pesha nga njëra anë e fuqisë ushtarake që është e konsiderueshme dhe nga ana tjetër e një fuqi ekonomike jo shumë të konsiderueshme, për të thënë të vërtetën.
për të krahasuar për shembull për nivelin e shkëmbimeve tregtare të Rusisë me Kinën, Rusia zë një vend që do habiteni, do me thënë në për sa i përket sasisë së mallrave të shkëmbyra, në mes të Vietnamit që ka më tepër shkëmbime mallrash me Kinën se sa Rusia dhe Tajlandës. Pra, në këtë nivel është bashkëpunimi, le të themi, tregtar mes Rusisë dhe Kinës, po të flasim për shifra. Për sa i përket strategjisë, domethënë dhe gjeopolitikës ndërkombëtare, këtu ndryshojnë gjërat. Tu Rusia është një superfuqi sigurisht dhe një potencë ushtarake e zakonshme, dhe që Kina mendon, ndoshta neve supozojmë sigurisht, por mendon që ta përdor dhe ta fusi në një rrjedhë që intereson Kinës. Nga ana tjetër, Rusia koordinon veprimet e veta me Kinën për të pasur një farë mënyre për të ruajtur status quo-n dhe për mos qenë më e dobët karshi trysnisë së madhe të jashtëzakonshme që këto 4 vitet e fundit ka karshi botës perëndimore, përfshirë dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës. Pra, po më thua që Rusia, pavarësisht lidhjeve që ka me Kinën, Rusia është në kursin e saj në këtë histori. Në një farë mënyre mund ta quajmë dhe kështu, por nuk do të përdorja fjalën kurth, por de facto Rusia është e zënë deri në vesh me Ukrainën sigurisht. Nga ana tjetër, kur presidenti Trump deklaroi që pret nga pala kineze që ajo të mos furnizoj Iranin me municione dhe me armë ushtarake, do me thënë, kjo tregon që Rusia nuk e bën këtë gjë sepse do ta thoshte edhe për Rusinë. Të paktën në informatat që ai ka, disponojnë këtë gjë. Nga ana tjetër, doli një rebus, u zgjidh një rebus relativisht i vjetër se si iranianët ishin në gjendje të godisnin me pikmëri bazat ushtarake amerikane, dhe kam një telefonat këtu dhe nuk e di se dëgjohem apo jo. Po, dëgjohesh. Edhe do me thënë situata është e tillë që Irani kishte bler Sputnik ushtarak kinez që i ka tashmë të pronës së tyre, prandaj ai vazhdon të ndjekë, do me thënë, lëvizjet dhe themi trupave amerikane, të aeroplanbajtësve, të anijeve, por edhe të, le të themi, të aleatëve të në gjirin persik. Pra, është vetë Irani disponuesi Sputnikut të blerë nga Kina tashmë, me mos gabojmë një shumë me 3 milion pikë sa dollar, do me thënë diçka e tillë, mos gaboj, për shifrë mund gaboj, por që është, do me thënë, fakt tashmë i ditur, i shitur pra nga Kina. Ky Sputnik ishte hedhur nga Kina në kosmos dhe më pas është shitur Iranit. Kjo është, do me thënë, thelbi i kësaj situate. Nga ana tjetër, Rusia e ka ndihmuar Iranin në anën logjistike, në anën humanitare, shumë avion të ngarkuar me ndihmë humanitare kanë shkuar drejt Teheranit dhe presidenti Pezeshkian i shprehu falënderim Putinit në mënyrë të hapur, pra, për dhe duke nënvizuar pikërisht ndihmën humanitare. Pra nuk ka ne themi një ndihmë ushtarake të Rusisë për Iranin, të paktën nuk rezulton në mënyrë të hapur. Për zbulimin strategjik, vetëm media ka folur në fakt. Po. Ato goditjet me përpikmëri që janë bërë për shkak të zbulimit strategjik që është ofruar qoftë nga Rusia, qoftë nga Kina. To janë thash çka diskutohet në media, por jemi në këtë pikë, Misha, në pikën që Shtetet Bashkuara, domthonë Irani bllokoi ngushticën, Shtetet Bashkuara të Amerikës bllokuan bllokimin e ngushticës. Tani më kemi edhe një lajm tjetër që vjen nga Garda Revolucionare, e cila parajmëron se nëse shkohet në këtë kurs dhe nëse Shtetet Bashkuara të Amerikës vazhdojnë në këtë kurs, ne do të mbyllim atë që konsiderohet Bab el Mandeb, që është rruga që kalon për tek kanali Suezit, regjia duhet ta kem hartën. Pra, për shkallëzimi sa vjen edhe rritet, sepse edhe aeroplanbajtësja George Bush që është nisur për të monitoruar pikërisht bllokadën e ngushticës Hormuzit, edhe ajo po kalon domethënë nga poshtë, sepse s'kalon dot pikërisht këtu pas meje tek Bab el Mandeb.
Po, pikërisht sepse Irani bile së çuditshme që deri tashti si ka përdorur akoma forcat e veta proxy në Yemen, Houthi, se pikërisht Bab el Mandebi është përballë Yemenit dhe është Yemeni që de facto mund ta kryejë, kuptohet që mund të ketë edhe trupa iraniane aty që do ta mbështesin, por është përballë, domethënë kam shqyr zotit le të themi që gjeografinë e kam studiuar dhe më pëlqen dhe mbaj mend që në shkollë ngushticën e Bab el Mandebit, aty afër është dhe briri i Afrikës, biles edhe Somalia dhe të gjitha këto domethënë, por problemi janë Houthi për amerikanët dhe për mbar lundrimin ndërkombëtar, sepse ajo mund të mbyllte hyrjen në detin e Kuq dhe mëtej nuk anijet nuk vijonin dot nga kanali i Suezit edhe mëtej. Pra është kriza nëse këtu kalon rreth 20%, në flasim në ngushticën e Hormuzit, kalon rreth 20% të naftës botërore, këtu në ngushticën e Bab el Mandebit mund të jetë edhe 35% edhe 40% që kalon. Dhe do të ishte një katastrofë e jashtëzakonshme. Nga ana tjetër, një gjë inkurajuese për botën dhe më pak inkurajuese për Rusinë është një shenjë e tillë që Shtetet e Bashkuara të Amerikës riaktivizuan sanksionet ndaj Rusisë. Kjo tregon që në administratën amerikane, të paktën kështu le të lexoj, që nuk presin më anashkalimin të situatës me energjetikën botërore, me naftën dhe gazin botëror, pra sepse ky le të themi instrument rregullimi që si tenxhere me presion mund ta themi, e përdornin domethënë faktorin rus për shitblerjen e naftës dhe kur kanë tashmë që kanë rivënë le të themi sanksionet ndaj Rusisë, kjo tregon që ndoshta së shpejti situata do rikthehet në një rrjedhë më të qëndrueshme. Gjithsesi pritet që në situatën në rebusin e Hormuzit, në ndalimin e ndalimit që juve thatë në mënyrë perfekte, pikërisht ashtu është, edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, edhe Irani bëjnë të njëjtën gjë, kanë të njëjta qëllime të bllokojnë ngushticën e Hormuzit. Dhe është Europa që duhet të marrë pjesë më aktivisht në këtë situatë, gjë që e dëshiron presidenti Trump, sepse në fakt me pjesëmarrjen europiane mund të ishte edhe një zgjidhje e problemit, edhe marrëdhëniet ndoshta me Iranin mund të sistemoheshin në një farë mënyre dhe do të vazhdonte tregtia në mënyrë më të rrjedhshme, përndryshe siç është tashti që është bllokuar komplet. Misha, a nuk është, dhe ajo pyetja që bëra në fillim në raport me Rusinë dhe Kinën, a nuk është shpallje lufte në momentin kur ti i bllokon dikujt ujërat ndërkombëtare dhe a do ta pranojë Rusia dhe Kina që Shtetet e Bashkuara të Amerikës të bëhen apo të bllokojnë marrëveshjet që këta kanë me popull sovran siç është Irani apo qoftë edhe vende tjera në gjirin persik. Pra, si e vlerëson, çfarë qëndrimi do të mbajë Rusia dhe Kina në raport me këtë vendim që një pjesë e kanë konsideruar edhe një goditje shumë të rëndë për stabilitetin e brendshëm, qoftë Kinës, por në rastin konkret Rusia është larg, por nëpërmjet Kinës dhe Rusisë. Këtu ka pasur precedente të tjera, domethënë për sa i përket normës ndërkombëtare detare dhe kanë sulmuar për shembull vendet perëndimore, kanë bllokuar, kanë arrestuar cisterna të ndryshme me pa flamurus, por që mbartnin naftën ruse. Ka qenë një tanker që është për shembull është arrestuar në ujërat e Francës, por sot e kanë lëshuar. Nga ana tjetër, konflikti ishte edhe me Britaninë e Madhe, kur anijet ruse luftarake edhe në ndecet, vajten mu tek, le të themi, tek nyja kryesore, ku kalon interneti dhe lidhjet e ndryshme të rëndësishme, le të themi, me rëndësi jetësore për Britaninë e Madhe, duke demonstruar në mënyrë të thjeshtë dhe të qartë që nëse juve do të vazhdoni të godisni në mënyrë pirateske anijet tona, ne do t'ju bëjmë këtë që këtu ku jemi. Pra, është një lojë e tillë, mund të luhet në të dyja kahet.
Mirë po, sepse pirateria ka vazhduar tashmë prej më tepër se një vit dhe Ukraina ka goditur shumë tanker tashmë dhe në anije jo vetëm ruse, por turke dhe të vendeve të tjera me flamur të tjerë. Një anije ruse për shembull, një tanker është goditur në brigjet afër brigjeve të Libis fare dhe aty ka pasur vërtet një regjiment Ukrainas që kanë organizuar të goditje, por sigurisht që kanë mbështetjen e Perëndimit. Kjo nuk ka asnjë dyshim. Për këtë arsye Rusia, pavarësisht se jo kundrejt Shteteve të Bashkuara të Amerikës drejt për drejt, po tregon që është e vendosur që për interesat e veta është gati të godasi, jo vetëm të mbrojë interesat e vetat me shoqërimin e anijeve. Pra, sigurisht që mendoj që Kina dhe Rusia që janë të interesuara për një, le të themi, kontroll të baraspeshuar nga të gjitha anët edhe të kanalit të Hormuzit, për këtë kanë deklaruar dhe në Kremlin edhe sot biles që kjo është një drejtë ndërkombëtare dhe shpresojnë që të gjithçka të zgjidhet në mënyrë paqësore, por Rusia për momentin nuk mund të bëjë shumë. Nga ana tjetër sigurisht që në koordinim me Kinën dhe ndoshta Lavrov ishte në Kinë pikërisht për këtë, sidomos për të koordinuar veprimet me palën kineze, sepse Kina nga ana vetë është një fuqi, super fuqi e zakonshme edhe ushtarake, edhe ekonomike. Mirë po, dhe themi që në vendosmërinë ushtarake Kina nuk është dalluar shumë historikisht dhe kinezët janë për zgjidhjen paqësore, për manovrime, për lidhjet ekonomike, dhe jo për luftë drejt për drejt ushtarake. Të paktën kështu kanë vepruar për shumë dhjetra dhe dhjetra vjet. Ndërkohë, ka shanse palët po rikthehen në tavolinë, Misha. Si e vlerëson mundësinë e një arritje të një armëpushimi afatgjatë, pavarësisht se të dyja palët po distancohen nga lajmi që se kush ka kërkuar që të zgjas afatet e armëpushimit. Edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës thonë ne këtë se kemi kërkuar kurrë, por njëkohësisht edhe Irani thotë ne nuk kemi kërkuar zgjatjen e afateve. Pra, si e vlerëson mundësinë e arritjes së një armëpushimi afatgjatë midis Iranit dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës në një kohë ku pritet takohen dhe të vendosen disa piketa? Thuhet që Irani ka bërë, të paktën nga përfaqësuesit dhe negociatorët pakistanez, thuhet që ka bërë një major breakthrough, një tejkalim të madh në raport me atë që konsiderohet programi bërthamor, por kjo mbetet për tu parë. Po si e vlerëson? A do kemi një armëpushim të shpejtë apo do kemi atë që parajmëron Këshilli i Sigurisë ruse? Një sulm nisur nga fakti që po shkon edhe një aeroplanbajtës atje dhe nga fakti që Marinca, Savin edhe pozicionohen në lindjen e mesme. Po, unë mendoj gjithashtu, jo se isha prezent në Këshillin e Sigurisë ruse, po dhe unë mendoj që një përplasje e tretë shumë e mundshme dhe duke parë dhe kryenëqësinë iraniane, pavarësisht nga ata në një farë mënyre kanë lënë të kuptojnë që mund të bëjë lëshime etj, por ato 10 pikat e Iranit nuk janë pika që mund të kapërdhi nga Shtetet Bashkuara të Amerikës. Shtetet Bashkuara të Amerikës në mënyrë, le të themi, të fortë bën të ditur që ata nuk kanë kërkuar zgjatjen e armëpushimit dhe vetë zëdhënësja e Shtëpisë Bardhë deklaroi për këtë gjë dhe kishin dashur të nënvizonin këtë gjë për të fajsuar më tej ndoshta Iranin në rast të një shpërthimi të ri. Nga ana tjetër, një luftë e gjatë për Shtetet e Bashkuara të Amerikës është e papëlqyeshme, sigurisht. Shtetet e Bashkuara të Amerikës tashmë kanë harxhuar një rezervë të jashtëzakonshme të municioneve të veta dhe që do duhen vite, mos themi edhe 10 vite për të rimbushur, domethënë arsenalet e tyre. Por sigurisht që fuqia amerikane nuk mund të krahasohet me atë iraniane, por Irani mund t'i bëj keq, mund t'i godasi satelitët, ose shtetet që janë të gjirit, që janë pro-amerikan, me bazat dhe me infrastrukturët e ndryshme që ndihmojnë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pra, një përshkallëzim i mëtejshëm është i mundur, një gjë të tillë nuk e dëshiron as Kina. Nuk besoj që të paktën Rusia në fjalë dhe në diplomaci mund ta deklarojë që e dëshiron, sigurisht që jo. Por nga ana tjetër, le të themi që
sa më tepër vazhdon kjo koha e një konflikti të pa zgjidhur për Shtetet e Bashkuara të Amerikës, koha punon kundër Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Irani çuditërisht nuk ka ngut, dhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës përkundrazi, së shpejti të paktën në vjesht janë zgjedhjet në Senat, prandaj dhe është dëshirueshme që Shtetet e Bashkuara të Amerikës në një farë mënyrë apo në një tjetër të dalin nga kjo luftë dhe të shuajnë një konflikt tjetër, të shpresojmë që atë të Ukrainës. Ndërkohë, pyetja e fundit të Misha lidhet me një lajm të Ministrisë së Mbrojtjes ruse, e cila ka bërë një publikim të fabrikave, po i them unë, që prodhojnë dron në Europë, ku kemi fabrika në Londër, Holland, në Gjermani gjithashtu. Pra, nga Medvedev këto janë konsideruar si potential targets, si objektiva potencial të Rusisë, sepse këto janë fabrika që prodhojnë dron që i shkojnë Ukrainës. Si e vlerëson këtë? Arsyeja në qoftë se nga njëra anë, domethënë, në qoftë se kishin dërmën t'i godisni në këto pika, nuk do ta bënin listën nuk do të publikonin listën. Ky është një lloj presioni që t'i bëhet, domethënë, vendeve prodhuese të dronëve për t'i treguar shikoni, neve po pësojmë humbje të mëdha në njerëz dhe materiale në Ukrainë prej jush, ju jeni të implikuar direkt në konflikt, dhe si të tillë do të trajtoheni si domethënë mund të goditeni. Dhe mendoj që Rusia nuk do të godasë Europën. Ky është paktën është mendimi i çdo logjik i çdo personi normal që diçka nuk duhet të shkojë kurrë në një konfrontim direkt mes Rusisë dhe Europës, por nga ana tjetër shumë, le të themi, politikanë në Europë po bëjnë gjithçka që Rusia dhe Europa të përplasen në një luftë të tmerrshme. Deri tani në çpik është konflikti, se më bëri përshtypje Misha për faktin se ndërkohë që dhe Kinës i kërkohet që të mos armatos më Iranin, edhe Rusia në një farë mënyre po i kërkon Europës që ndalojnë furnizimin e Ukrainës me dron. Po sepse Perëndimi e ka atë qasjen si të mbretit, bëni atë që them unë, mos bëni atë që bëj unë. Prandaj mendoj që është koha për të zgjidhur të gjitha rebuset e luftës në tryezën e bisedimeve, të ndalohet me njëherë lufta dhe mos eskalohet konflikti. Sa më tepër vazhdon lufta në Ukrainë, aq më keq dhe aq më situatë e nder do të krijohet. Biles me dronet që kaluan në vendet balltike, Rusia ishte gati t'i godiste, sepse janë vërtet, domethënë, dronë që vinë nga shtetet e balltike dhe godasin rafineritë e naftës në Rusi. Dhe herët avon kjo gjë do të ndodhë nëse do të përsëritet. Sa i mundshëm është ky skenar, se e kam diskutuar shpesh në këtë studio, që vendet balltike mund të jenë të parët që mund të sulmohen. Unë mendoj që në një farë momenti edhe Rusia edhe Europa do të stepen, do bëjnë një gjysmë hapi mbrapa apo një hap mbrapa, sepse pash edhe reagimin e Estonisë mbas kësaj gjëje, domethënë që ata i dërguan një notë proteste, është për të qeshur, por dhe për qarë ndoshta. I bën një notë proteste Ukrainës për futjen e dronëve ushtarak Ukrainës në territorin e Estonisë, domethënë formalisht, për treguar që neve nuk jemi për eskalim etj. Nga ana tjetër, duke mos pasur, le të themi, ngrohtësinë e pranisë së Shteteve të Bashkuara të Europës, të Amerikës, më fal, për le të themi në punë të Europës, në paktën në këtë moment, europianët ndihen më pak të sigurt se më përpara në le të themi ombrellën amerikane. Edhe ky ndoshta hapi që bëri qeveria franceze duke lëshuar tankerin që kishte kapur, pra është gjithashtu e kësaj. Edhe fakti që le të themi Britania e Madhe, pavarësisht nga deklaratat që ne do të kapim çdo anije ruse që do të lundrojë me ngarkim të nafte në ngushticën e La Manshit, de facto asgjë nuk u bë, pavarësisht nga trysnia e le të themi e nëndecëve ruse, tregon që frika ruan vreshtin dhe ndoshta ne shpresojmë të gjithë me shumë forcë që asnjë konflikt të tillë të mos ndodhë mes Europës dhe Rusisë. Rusia dhe Europa duhet
bashkohen ekonomikisht sa t'jetë e mundur për interesat reciproke të vendeve. Rusia ka shumë çfarë t'i ofrojë Europës për sa i përket naftës dhe gazit, që mos ta blejnë 3-4 fish më shtrenjtë nga Amerika. Ndërkohë që po përflitet për një NATO tashmë europiane tërësisht të distancuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, e cila do të investohet pikërisht tek containment, tek ajo përmbajtja e Rusisë. Pra si e shikon, do shkojmë tek skenari i bashkëpunimit ekonomik apo do shkojmë tek skenari i konfliktit? Varet se sa establishmenti aktual në vendet respektive, përfshirë dhe Rusin, por dhe Europën, do të jenë në pushtet. Në qoftë se këta që janë tashti do mbeten në pushtet, do mund të ketë edhe luftë mes dy palëve. Në qoftë se establishmenti që më bën të shpresoj që do të ndryshoj fillimisht në Europë, por le të themi gjithandej do të ndryshoj. Orbani humbi. Atëherë do të sillte një ndryshim të situatës dhe Rusin mund ta shikonin tashmë si një partner ekonomik dhe jo si një kuqedër e rrezikshme ushtarake. Po Orbani humbi, ë? Humbi me dëshirën e vet apo si humbi dhe kundrejt kujt humbi? Nuk erdhën të majtët në Hungari, erdhi e djathta dhe u forcua akoma më tepër e djathta. Si ka raportet me Rusin? Lexova një supozim, është një teori konspiracioni sigurisht, por ishte një pyetje shumë interesante në shtypin rus, kur thohet, për një moment imagjinoni që Orbani 2 vjet para se të kishte zgjedhjet, bie dakord me një person që ti tash do shkosh do bësh mua opozit, do ta marrësh ti pushtetin, që të mos ta marrin të majtët dhe Sorosi. Edhe ai vjen në pushtet. Sepse deklaratat e Magjar tashmë dihen, ai deklaroi që nuk është për inkuadrimin e Ukrainës në Bashkimin Evropian, nuk është për pjesëmarrjen e Hungarisë në financimin e Ukrainës, nuk dëshiron të heqë dorë nga furnizimi me naftë dhe gaz nga Rusia dhe gjithashtu nuk do të pranoj emigrant në vendin e vet. Pra janë shumë gjëra që politika jashtme europiane nuk do t'i pëlqejë.